Përshëndetje. Zëm vendet. Muka, ju lutem. Kastrioti, të lutem. Kastrioti. Kastrioti. Ju lutem. Të nderuar këshilltar, i nderuar zëvendës kryetar, të nderuar të pranishëm media. Deklaroj të hapur këtë mbledhje të radhës për Këshillin Bashkiak Durrës. Në këtë mbledhje do të shqyrtojnë dhe do të miratojnë projekt vendimet propozuar nga kryetarja e bashkisë. Materialet ju janë vënë dispozicion nga sekretariati i Këshillit. Ftoj sekretaren të procedojë me thirrjen e emrave të këshilltarëve. Përshëndetje, fillojmë. Ardian Muka, Edlira Shemsi, Luan Nezha, Kontiana Kuçi, Dritan Burgia, Ermal Braholli, Julieta Ngota, Arlin Boshku, Arjeta Keqi, Bledar Prizreni, Anisa Ibraj, Erzen Laçi, Mirela Shala, Roland Xhelilaj, Ana Dhamo, Gjilola Doçi, Munir Konesha, Alfred Mulloraj, Jonada Mamo, Jurgen Zaza, Elizabeta Mataj, Erviz Bekteshi, Suada Çuri, Denis Lika, Alketa Ngjeçi, Ilir Paja, Klementina Meçi, Dhesh Çuni, Anila Kapedani, Franz Stragaj, Nurie Gjoni, Hekuran Mërkola, Silvana Agasi, Aldo Qelaj, Denis Aluarasi, Dorian Isai, Marsida Feshti, Dritan Rakipi, Jonjada Musaraj, Oriana Kotri, Kasrot Gjëngoli, Eralda Lipi, Gjojana Gjeneci, Renald Koka, Flutur Akasa, Jonuz Mshketa, Edlira Devolli, Sami Osmani, Lorina Reqi, Samet Vata, Florian Tahiri, 39 këshilltar në sallë. Faleminderit Dori, me që kurumi është i pranishëm, po vazhdojmë mbledhjen duke lexuar pikat e rendititës. Pika 1. Për zgjedhjen e zëvendës kryetarit Këshillit Bashkiak. Pika 2. Për rialokimin e fondeve të rindërtimit të pashpenzuara në vitin 2025, që do të trashëgohen në vitin 2026. Pika 3. Për miratimin e fondit për përballimin e efektit financiar të rritjes së pagave për punonjësit e bashkisë dhe institucioneve të ndërmarrjeve në varësi të saj. Pika 4. Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të aparatit bashkisë së Durrësit. Pika 5. Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të njësisë administrative të bashkisë së Durrësit. Pika 6. Për miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të Policisë Bashkiake Durrës. Pika 7. Për miratimin e nivelit të pagave për punonjësit e ndërmarrjeve dhe institucioneve në varësi të Bashkisë Durrës. Pika 8. Për ngritjen e funksionimin dhe përbërjen e Këshillit Kulturor, Artistik dhe Sportiv për periudhën 2026-2028. Pika 9. Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi të ardhurat Bashkisë Durrës për muajin shkurt 2026. Pika 10. Për miratimin e familjeve përfituese të ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar për blok ndihmën ekonomike deri 6% dhe fondi të ardhurat Bashkisë Durrës për muajin mars 2026. Pika 11. Për miratimin e dhënies për zhvillim të pasurisë me numër 2540, e llojit ndërtesë me sipërfaqe 410 m2, ndodhur në zonën kadastrale 8518 rruga Pavarësia, lagja numër 13 Durrës, me qëllim shkëmbimin në natyrë për përfitimin e sipërfaqes ndërtimore ekuivalente ose më të madhe se objekti ekzistues. Ndërsa pika 12 është informim për këshilltarët,
informacion nga Qendra Ekonomike e Arsimit mbi procedurën e daljes jashtë përdorimit e tërësimit të aktiveve të panevojshme të institucioneve në varësi të saj. Keni ndonjë koment? Jeni dakord me rendin e ditës? Kryetar, kam një koment, pa. Mirë dita të gjithëve, me qenë se në pjesën e fundit neve kemi gjithmonë diskutime dhe pyetje nga komuniteti, besoj që edhe pranë Këshillit dhe Bashkisë ka ardhur një kërkesë për pjesëmarrje për paraqitjen e çështjeve në mbledhjen e Këshillit Bashkiak nga ana banorëve të projektit TID. Do kërkoja që në momentin që neve do jemi në pikën e fundit, pra që do jetë me pjesën e diskutimeve nga komuniteti, një kryesi, një numër banorësh, sikurse ato e kanë përcaktuar kërkesën e tyre, të jenë pjesë e mbledhjes, të futen në sallë dhe të jenë pjesë e mbledhjes. Dhe këtë duam që ta aprovojmë bashkë që është në këtë moment. Faleminderit. Faleminderit Muka, kërkesa është administruar, administrata ka përgatitur përgjigjet e pyetjeve, meqense në rend ditës ne nuk e kemi projektin TID, nën kryetari është përgatitur bashkë me mua si kryetari e Këshillit për pikat që i përkasin Këshillit dhe do i përgjigjemi në pikën e diskutimit. Megjithatë, tani zonja Entela Koja ka qenë gjithmonë e pranishme, e kemi ftuar, por me që e pam të arsyeshme që në rendin e ditës nuk kemi pikë për TID-in, kemi menduar t'i kthejmë përgjigje dhe në faqen tonë të Facebookut, mbledhja shfaqet online, ajo mund ta ndjeki, mediat janë, kështu që tani ne ju u larguat nga mbledhja, nuk ishit pranishëm, ne ftuam zonjën Koja, e keni ndjekur besoj nëpër media që mbledhja nuk shkoi ashtu siç duhet shkonte në fakt, kështu që kur të ketë pikë rendi dite për TID-in, patjetër që do jetë në sallë. Po. Atëherë, fluturat, lutem. Ja, të dy. Vetëm një sekond me qenë se kërkova. Do flasësh para meje? Po. Okej, pastaj unë. Atëherë, me qenë se dhe preke pak ti, zënë kryetare, largimin e opozitës, unë kisha vetëm diçka dhe s'du të ma marrin personale këtë që do flas, por u diskutu dhe herës tjetër dhe këtë radhë është pika e parë për zgjedhjen e zëvendës kryetares Këshillit Bashkiak. Nuk e njoh fare zonjën, kështu që nuk du të ma marri personale, por ajo as për respektin e emrit vetë nuk ndeti herës tjetër mbledhje, kur do votoj emri saj, sepse opozita të shia ka marrë dorën kësaj pune, u largu në vend që zgjidhte një përfaqësi me zbrit aty poshtë, për të ndihmu me qenë se po ja kishin marrë çunat, dhe mos largoheshin gjithë, sepse ishin pika shumë të rëndësishme, ndihma ekonomike, ishte 6% i qeras, ishte edhe një pikë për gratë e dhunume. Domethënë 3 pika shumë delikate që ato u largun. Dhe pika tjetër, propozimi në kryetarës bashkisë. Domethënë 4 pika ato u largun. Kështu që nese çrëndsi ka, hajtë se kupton ajo, se ç'a du të them. Unë tash nuk po kaloj nga ana ligjore se nuk i kam qef këto neni kaq dhe aq. Nuk e di se nga cili grup këshilltarësh demokratësh propozu zonjën fjalë. Aty na erdhi që është me firmën e zotit Burgia. Po zotin Burgia këto më fal. Ata marrojën, të lutem. Zotin Burgia këto e kanë ngri, e kanë fut frigorifer. Ta shkrin, ta marrin vesh se ku është. Kështu që unë i bëj thirrje këshilltarëve socialiste, ashtu siç këshilltarët demokratë treguan mungesë respekti dhe nuk votuan pro kandidaturës së Denisa Luarasit dhe Joniatës, atëherë edhe unë ju bëj thirrje që të votojnë kundër nënkretarës Këshillit Bashkiak, kundër këtij propozimi.
Tash se sa ma marrin parasysh, këshilltarët socialiste është në ndërgjegjen e tyre. Por logjikisht nuk duhet kenë drejt morale për ta ngretë kartonin jeshil. Kush do qoftë, i kërkoj ndjes zonjës në fjalë, kurse si mos ma marri personale. Çdo lloj emri ishte, këtë qëndrim do maja. Kështu që vota ime është kundër edhe e grupit të Partisë Socialdemokrate dhe më falë edhe diçka të vogël kam, me qenë se herës tjetër kam dalë në media si këshilltare e Partisë Socialiste, jam këshilltare dhe kryetare e Partisë Socialdemokrate. Dhe mos më boni shumë reklam, se jam i qike vjetër në mosh, nuk i baj shumë këto reklamat, më bo vipe tashi. Faleminderit, zonja Akasa. Po, Joniade? Atëherë përshëndetje të gjithëve. Unë po e nis nga fundi i fjalës së zonjës Flutura. Zonja Flutura rrie qetë dhe mos u shqetëso fare edhe për reklamën mediatike. Ju dhe unë bashk dhe të gjithë bashk dhe një pjesë atyre që fituan lirinë ditët e fundit, që u përjashtuan, ata kanë fituar lirinë në fakt, u ka ardhur një e mirë, po se kanë kuptuar akoma. Janë më afër qytetarëve sot më shumë se kurrë. Kështu që për këtë pjesë jemi gjithë bashkarisht për qytetarët. Në lidhje kryetare, në lidhje me kërkesën e zotit Muka, unë do doja nga ana juaj të mos lihet evazive, kur ju thoni që nënkryetari i bashkisë dhe të gjithë ne bashkë jemi përgatitur për t'i dhënë përgjigje, duhet të jeni pak më e prerë, pra o jemi pro o jemi kundër. Dhe së dyti do doja që t'i jepet vlerë të njëjtat pyetje që kanë bërë qytetarët në rastin konkret për projektin TIT, kanë të njëjtën vlerë me pyetjet që bën zoti Muka dhe ne tjerët bashkë kur jemi në mbledhje të tjera, kemi qenë në mbledhje të tjera dhe kemi patur shkaqe të tjera dhe objekte të tjera diskutimi, kështu që të lutem të jemi më të qartë për këtë pikë. Faleminderit. Faleminderit. Megjithëse ndoshta se ke dëgjuar, isha e prerë, thash jo, nuk do futet në mbledhje. Po. Rita i Tamburgia. Kështu që mos i largoni shumë. Po. Atëherë vazhdoj të insistoj për pjesën e, me qenë se mbledhjet e bashkisë janë mbledhjet hapura dhe përdesa ka një shqetësim qytetar në pikën ku neve mund të lejojmë diskutime dhe pyetje nga komuniteti, është mëse e ligjshme që ato të dëgjohen. Nuk e dim çfarë problematika kanë qenë këtu mbledhjen e kaluar, nuk ka asgjë të keqe të dëgjohen kur të vi pika 12 apo 13, kush është pika e fundit, ata të jenë prezent këtu. Dhe shoh të jashtëligjshme mos prezencën e tyre me vendim. Për sa i takon pjesës tjetër të largimeve që ju po supozoni, atë çfarë ndodh në kampin e djath, siç e tha dhe zonja parafolse, më bë qefi që i priska në gjirun e saj, por të gjithë ata kanë thënë që do vazhdojnë dhe do jenë pjesë e grupit të djath, nuk ka një vendim akoma, nuk është për pranë Këshillit Bashkiak në ndjenin time, nuk ka ardhur asnjë vendim. Grupi vazhdon për momentin të jetë ashtu siç ka qenë. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Muka. Atëherë vazhdojmë me rendin e ditës, të lutem. Kush është pro do votojmë elektronikisht. Kush është pro për rendin e ditës? Hap votimin. Të lutem. Po një minutë. Po pra, se ma kanë bloku. Shtypet pesa dhe shtypet e plusë? Dhe jes. Edhe jes. Aty ku të ndryshim. Nuk... Zonja kryetare Këshillit, lutem ta them edhe një fjali, me që është shqetësu për pjesën e familjeve 6% që për ndihmën ekonomike. Të lutem kur të jetë pika rendi ditës. Po ta them tani se tha me që se kemi votuar radhën e kaluar. Nuk është nëse do shqetësohesh kaq shumë, për ato familje nuk do rrisni trogën e kryetares bashkisë do i shku 3 milion lekë.
Me 40 vota pro, miratohet rendi I ditës pa ndryshime. Për sa I përket pikës 1, për zgjedhjen e zëvendës kryetarit Këshillit Bashkiak, procedura e zgjedhjes do zhvillohet në mënyrë transparente. Kemi një kërkesë për zonjën Mirela Shala, meqense Partia Demokratike është grupi më I madh opozitar. Keni ndonjë kandidaturë tjetër përveç Mirela Shalës? Nuk keni. Atëherë, në mbështetjet në Nenit 55 ligjit 139/2015 për vetë qeverisjen vendore ndryshuar, jeni dakord ta zhvillojmë të hapur votimin? Po. Jo, po kërkoja. Je dakord për të hapur? Je për të hapur, je dakord për votimin e hapur? Po. Okej. Mos u shqetëso. Jo, absolutisht. Faleminderit. Atëherë me që unë bëra shkas në mbledhjen e kaluar që mos zgjidhet zëvendës kryetarja e Këshillit Bashkiak të opozitës dhe do të jap qëndrimin tim që ka qenë parimor as pak personal, për shkak se unë nuk mund të votoj kur s'është prezent një person që në thonë se japin pushtet, duke qenë se sot është prezent, deklaroj votën time pro dhe të kuptoj që kjo ka qenë diçka parimore dhe sepse në fakt ne socialistët jemi mësuar gjithmonë t'ju zgjedhim kryetarët tyre, po si ishte momenti besoj. Kështu që deklaroj votën pro. Faleminderit zoti Markola. Atëherë kalojmë votim për zëvendës kryetarin e Këshillit Bashkiak. Kush është? Me 29 vota pro, miratohet, emërohet zëvendës kryetare e Këshillit Bashkiak, zonja Mirela Shala. Ju uroj suksese dhe e ftoj që të vi në kryesi. Zëvendës kryetarja ka kërkuar fjalën. Atëherë të nderuar koleg, falenderoj gjithë secilin prej jush që më dha besimin dhe përmes votës suaj u zgjodha në kryetare. Gjithashtu respektoj mendimin e gjithkujt, është I hapur çdo kush. Është nder dhe privilegj për mua të shërbej gjithkujt në këtë pozicion. Faleminderit. Suksese, mirë se erdha. Gjërat, kështu që për mua është në rregull çdo njeri të tregoj atë të vetën, por mungesa e respektit ndaj të njëjtës gjini mua nuk më pëlqen. Vazhdojmë me mbledhjen. Jepet fjala për vendimin e pikës 2 Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë kryetare, komisioni ynë pikën 2 e votoi me shumicë votash dhe ftojmë Këshillin sot që ta miratoj. Faleminderit zonja Musaraj. Komisioni I Strehimit dhe Shërbimeve Publike zonja Marsida Feshti.
Përshëndetje, Komisioni i Strehimit dhe Shërbimeve Publike është dakord që pika 2 të kalojë për votim në Këshill. Faleminderit. Faleminderit zonja Feshti. Komisioni i Buxhetit, Financës, Taksave dhe Tarifave, zotja Kuran Markola. Faleminderit, megjithëse kryetari sot mungon. Atëherë Komisioni i Buxhetit, Financave dhe Taksave dhe Tarifave u mblodh dhe vendosi unanimisht që të kalojë për votim Këshillin Bashkiak pika 2 e rendititës. Atëherë komente, pyetje kemi për pikën 2 të rendititës? Më ka kërkoje fjalë, thërite mikrofonin, të lutem. Po Muka? Muka mikrofon. Mund të flasësh me mikrofonin e kolegut? Okej. Atëherë, në lidhje me relacionin që na është përcjell për alokimin e fondeve përfituara nga Fondi i Ndërtimit të Buxhetit të Shtetit, pa shpenzuara në vitin 2025, do të trashëgohen në vitin 2026. Nga një lexim që kemi bërë, pra na rezultojnë që kemi fondet mbetura nga viti 2024 që janë trashëguar në vitin 2025 për 1.12 miliard lek, ose rreth 11 milion euro. Në vitin 2025 janë konsumuar vetëm 404 milion, pra rreth 4 milion euro, ndërkohë që kërkojmë prap shtesë në vitin 2025 për 320 milion euro të tjera, pra për 3 milion euro të tjera. Ajo që unë duhet di nga ana administratës është që pse nuk arrim të përthithen këto fonde dhe neve shkojmë në rialokim nga vitin vit. Përderisa nuk janë konsumuar 24-ën, 25-ën, pse duhen rialikuar në 2026-ën, këto fonde me po të njëjtin destinacion. Natyrisht e dim që ka objekte të cilat janë në ndërtime sipër, por për secilin prej tyre është e përcaktuar faza kur do fillojnë dhe kur ato duhet mbarojnë dhe fondi shkon fiks për këtë periudhë. Pra nuk shoh, ose më saktë duhet shpjegim, që pse këto fonde rialokohen 24, 25, 26. Një tjetër problematik që ne kemi ngritur, a mund kemi një regjistër përfundimtar mbi objektet dhe shkallën e dëmtimit tyre nga tërmeti i vitit 2019, sepse jemi në vitin 2026 e kemi kërkuar dhe herë tjera. Ne kemi kërkuar nga bashkia të ngrejmë edhe një komision hetimor, por që me prepotencë, me votën të majtës, nuk na u dha kjo e drejtë, dhe aty do kishim kuptuar dhe ndoftë do ishim më të qartë, se çfarë po ndodh me fondet e rindërtimit, sepse sot e kësaj dite na rezulton që vazhdojmë, japim fonde, rialokojmë fonde nga vitin vit dhe ndërkohë kemi akoma shumë problematika për sa i takon pjesës së tërmetit. Gjithashtu, një nga pyetjet që do bëja, pavarësisht që nuk është pjesë tu, por komuniteti e ka shumë problem, kur do futen banorët në ndërtesat e reja, të cilët janë bërë me grantet e Fondet e Emirateve Arabe në zonën e Porto Romanës, në zonën e Spitalës. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Muka, në kryetar. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit dhe për pyetjen. Në lidhje me projekt vendimi numër 2, duhet t'ju sqaroj se referuar ligjit buxhetit, pjesa ekonomike e angazhuar për kontrata të lidhura dhe në proces, në përfundim të një viti ushtrimor, duke qenë se janë disa kontrata me shtrirje disa vjeçare, janë fonde të angazhuara për kontrata të cilat vazhdojnë zbatimin dhe në vitin 2026, siç e keni të detajuar edhe me objekte në relacion. Nga ana tjetër, në lidhje me regjistrin përfundimtar, unë e mbajtja shënim, do të administrohet si kërkesë edhe do ju vjen në dispozicion. Në lidhje me strehimin në zonën e re për zhvillim të spital,
pjesa më e madhe e të gjithë përfituesit janë në për apartamentet e tyre të cilët janë dorëzuar çelësat. Jemi në fazën e fundit të shqyrtimit të dosjeve të fundit për cilën do ju prezantoj materialet për mbledhjen në Këshill Bashkiak. Po. Pjesa që janë përfituese janë brenda. Faleminderit, nën kryetar. Atëherë kalojmë votim elektronik. Me 39 vota pro, 1 abstenim, miratohet pika 2 e rendi ditës pa ndryshime. Kalojmë tek pika 3, jepet fjala Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe në lidhje me pikën 3, ne si komision u shprehëm dakord dhe jemi shumë të lumtur që dhe pikat në vijim që do vinë sot në rendin e ditës kanë lidhje me rritje të pagave. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. E merr fjalën Komisioni i Buxhetit, Financës, Taksave dhe Tarifave, zoti Ekuran Markola. Faleminderit, edhe pika numër 3 e rendit të ditës kalon për votim në Këshillin Bashkiak. Faleminderit zoti Markola. Komente, pyetje kemi për pikën 3 të rendit ditës? Po, Çuni. Në mos gabohem, arsimi parashkollor Kopshtet janë në varësi të bashkisë. Teksa shoh projekt vendimin, nuk e lexoj si zë për rritje pagash. Është përfshirë te arsimi bazë, është përfshirë në një zë tjetër, thjesht këtë përgjigje desha, është parashikuar rritje pagash për arsim parashkollor edukatorë të kopshteve? Faleminderit. Ftojmë ndonjë nga administrata të kthejë përgjigje pyetjes së këshilltarit Llesh Çuni. Në kryetar do, okay. Atëherë nuk. Okay, se s'punon ka sinjale. Atëherë faleminderit në kryetar. Atëherë po më ka kërkoje fjallën? Për vitin 2025, fondi i pagave për Bashkinë e Durrësit ka qenë 2 miliard e 15 milion e 73 mijë lekë, pra rreth 20 milion euro. Ndërkohë që kërkohet një shtesë për 213 milion, që janë rreth 2 milion euro, ose më saktë 10% e asaj çfarë ka qenë fondi i pagave për vitin 2025, për 2026. Nga relacioni, jepet shpjegim që këto janë thjesht rritje që bëhen për efekt të vjetësisë në moshë, rritjes profesionale e tjera. Do thoja që duke pas parasysh me gjithë problematikat që ka qyteti Durrësit, një rritje këtill e parashikuar ndër të tjera edhe në projekt buxhetin dhe pastaj që u bë buxhet për 2026, pra nuk dele qartë që kush është. Do kuptoja një indeksim për pjesën e inflacionit, do kuptoja një rritje për kushtet ku ekonomia globale neve gjithë përballemi, por në relacion nuk del qartë. Del thjesht pjesa pra që për rritjen e vjetësisë në punë apo të rritjeve profesionale që kam pasur, nuk besoj që on blok e gjithë administrata e bashkisë ka performuar më mirë, është rritur profesionalisht dhe gjithë dhe meriton këtë rritje. Siç e thanë dhe parafolësit, besoj që kemi shumë problematika,
kemi ato 6% e famshëm, dhe nëse këto 2 milion që do kalonim atje, do jep një dorë atyre njerëzve që realisht janë nevojë. Unë vazhdoj ta përsëris edhe një vërejtje që kam, përderisa në mënyrë të tërthort me rritjen e pagave të administratës bashkisë, po kryesisht të kryetares bashkisë, përcaktohet automatikisht edhe rroga e këshilltarëve bashkiak, unë këtë e shoh si një konflikt interesi. E kam ngritur edhe herë tjetër. Nuk më shkon pjesa që përderisa edhe parlamenti e bën kështu, edhe neve do ta bëjmë kështu. Për mua këtu ka një përplasje ligjore, shumë mirë. Është shpërblim ka, jo rrogë këshilltarët, kanë shpërblim. Po flasim dhe shpërblim, prapë është konflikt interesi. Pra, në momentin që ne përcaktojmë dhe japim okejin përcaktimit të rrogës së kryetares, meqense 1/10 është shpërblim për këshilltarët, automatikisht neve kemi përcaktuar shpërblimin tonë. Këtë e shoh, po mund dalim me një vendim me VKM, shumë mirë që rrogat e bashkive të gradës parë mund të jenë këto, të dytës kaq, mu ka pak më i përmbledhur të lutem. Pra shoh që kjo rritje nga motivimi që ju keni dhënë, është nga shëtimi që keni dhënë, është pa motivuar, natyrisht do isha për rritjen e rrogave të mësuesve, të edukatorëve, do isha për rritjen e rrogës policisë bashkiake, por nuk shoh që pse duhet të rriten rrogat e administratës mirëfill bashkisë. Shumë faleminderit. Ne zbatojmë ligjin, atëherë kalojmë votim. Me 31 vota pro dhe 9 abstenim, miratohet dhe pika 3 rendititës pa ndryshime. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 4, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë edhe në lidhje me pikën 4, komisioni ynë votoi me shumicë votash dhe fton Këshillit ta miratojë sot. Faleminderit zonja Musaraj. Merr fjalën Komisioni Buxhetit, Financës, Taksave, Tarifave, zoti Kuran Markola. Edhe komisioni jon e kaloi në unanimitet për votim në Këshillin Bashkiak. Faleminderit zoti Markola. Komente, pyetje ka për pikën 4 të rendit ditës? Të lutem. Po mu ka? Jo, thjesht doja të sqaroja që neve abstenuam, do vazhdojmë të abstenojmë deri tek pika 7, për gjithë ato që kanë lidhje në moral të asaj që neve kemi bërë edhe me projekt buxhet tashmë, ku kemi shprehur të gjitha observacionet tona. Thash, jemi për rritjen e pagave të pjesës administratës ulët, të arsimtarëve, të pjesës policisë bashkiake, të pjesës administratorëve normal, ndërsa për rritjen e administratës lartë nuk jemi dakord dhe do vazhdojmë ta deklarojmë votën tonë me abstenim. Faleminderit. Me 29 vota pro dhe 11 abstenim, kalon dhe pika 4 rendit ditës. I jepet fjala për projektvendimin e pikës 5, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë, meqense zoti Muka e ka ndarë mendjen deri te pika 7, do bëj të njëjtën retorik. Atëherë, them të drejtën, s'kisha ndërmend të flisja, po zoti Muka e ka aftësinë që të më ngacmoj gjithmonë kurdoherë interesin. Dhe po të them,
Zoti Muka, që ju keni qëndër të parët që keni dashur gjithmonë rritje të pagave dhe të mos kuptosh ndryshimin e fytyrës të institucioneve, ndërmarrjeve në varësi të bashkisë dhe të policisë bashkiake, si ka qenë dhe si është sot, atëherë do të thotë që bashkë jemi totalisht në rrugë të ndryshme, të kundërta. Kështu që unë do të ftoja ta rimendosh, jemi te pika e 5, të rimendoj edhe një herë pikën 5, 6, 7 që të japësh votën pro bashkërisht me grupin tuaj. Kryetare, ne me shumë dashamirësi si komisione kemi votuar pikën 5 dhe pikët në vijim për rritjen e pagave, kështu që ftoj Këshillin sot që t'japi votën pro. Dhe t'u japi atë që meriton gjithë secilit. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Merr fjalën Komisioni Buxhetit, Financës, Taksave dhe Tarifave, zoti Ekuran Markola. Faleminderit edhe për pikën 5, komisioni e dërgon për votim në Këshillin Bashkiak. Faleminderit zoti Markola. Komente, pyetje kemi për pikën 5 rendititës? Po, Muka. Në përgjigje, me thënë drejtën edhe për atë vrejtje që bën zonja Musaraj, do thoja që vazhdoj ta them. Jemi për rritjen e rrogave të administratës ulët, nuk shohim asnjë motiv të rritjes së administratës lartë, sepse nuk na janë dhënë motivacionet që pse këto po bëhen. Dhe me thënë drejtën, pastaj më vjen për qesh kur dhe qytetarët Durrësak për këtë më janë dëshmitar, kur në ditët caktuara shohim që në bulevardin kryesor, po dhe në rrugë kryesore të Durrësit, nga një policë bashkiak në krahun e Majt, një policë bashkiak në krahun e Djath, këtë njëjtat viza, dhe një policë bashkiak tjetër që merr njerëzit dhe i përcjell nga një krah ke krahu tjetër. Kjo për mendimin tim është që ne po abuzojmë, bashkia abuzon me pjesën e pushtetit. Natyrisht ato policë po nuk e shef si për kujdesje për fëmijët kur kalojnë rrugën? E shoh si për kujdesje, po e shoh të exagjeruar për kujdesjen, kur tre policë për një vija të bardha dhe jo në një, por në gjithë rrugën. Nga tre policë për vija të bardha, kjo më duket tallje pastaj me fondet e qytetarëve Durrësak. Mirë, faleminderit Muka. Kalojmë votim elektronik? Të lut, më konesh, okay. Unë të shemë sqaruar më shumë zotin Muka, se këtu nuk kemi të bëjmë me një rritje page, por me një indikësim të shkallës së inflacionit. Kështu që edhe ta marat t'ja heqim zotit Muka, që vuan nga rritja e rrogave, kështu që për gjithë institucionet shqiptare, që nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, në vitin 2026 janë indeksuar me 2.5%. Edhe sikur ne mos duam asnjëri, përsëri ato punojnë do ta marrin këtë rritje. Kalojmë votim për pikën 5 rendititës. Me 29 vota pro dhe 11 abstenim, kalon dhe pika 5 të rendititës. I jepet fjala për projekt vendimin e pikës 6, Komisionit Rregullor të Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë kryetare, komisioni ynë pikën 6 e votoi me shumicë votash dhe fton Këshillin të japi miratimin e tij. Faleminderit. E merr fjalën Komisioni Buxhetit, Financës, Taksave dhe Tarifave, zoti Ekuran Markola. Edhe pika 6 kalon me shumicë votash për votim Këshill Bashkiak. Faleminderit zoti Markola. Komente, pyetje kemi për pikën 6 rendititës? Okej, kalojmë votim elektronik. Me 29 vota pro dhe 11 abstenim, kalon dhe pika 6 e rendititës.
Jepet fjala për projekt e vendimin e pikës 7, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë edhe për pikën 7, komisionin e votoi me shumicë votash dhe ftojmë Këshillin ta miratoj sot. Faleminderit zonja Musaraj, e merr fjalën Komisioni Buxhetit, Financës dhe Taksave Tarifave, zoti Ekoran Markola. Pika 7 nga Komisioni i Buxhetit dhe Financave kalon për votim Këshillin Bashkiak. Faleminderit zoti Markola, komente pyetje ka për pikën 7? Nuk ka, kalojmë votim. Me 30 vota pro dhe 10 abstenim, kalon dhe pika 7 e rendititës. Jepet fjala për vendimin e pikës 8, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe pikën 8 ne kaluam si komision dhe ftojmë Këshillin t'japi votën pro. Faleminderit zonja Musaraj, e merr fjalën Komisioni Kulturës, Arsimit, Rinisë, Sporteve, Komunitete Fetare dhe Titujve të Nderit, zoti Kastriot Xhongoli. Kastrioti. Përshëndetje, edhe për pikën 8, komisioni ynë ra dakord për ta kaluar në Këshill për votim. Faleminderit. Shumë faleminderit zoti Xhongoli. Komente pyetje kemi për pikën 8 të rendititës? Nuk ka, kalojmë votim elektronik. Me 40 vota pro, miratohet pika 8 e rendititës. Ju lutem qetësinë sallë. I jepet fjala për vendimin e pikës 9, Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjada Musaraj. Atëherë dhe pikën 9, ne si komision e votuam pro, kështu që ftojmë Këshillin ta miratojë sot. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj, e merr fjalën Komisioni të Barazisë Gjinore, Mirëqenie Sociale dhe Mos Diskriminimit, zonja Eda Edlira Shemsi. Ju lutem, thërite mikrofone. Nëse pikë së pari dua të them për ato çfarë u diskutua më parë që ne abandonuam mbledhjen tjetër dhe nuk morëm pjesë në miratimin e ndihmës ekonomike për muajin shkurt. Ju lutem mos më kalon nga. Ju lutem zonja kryetare, ju lutem. Unë në cilësinë e kryetares së këtij komisioni relatova dhe thash, ne kemi kaluar në komision dhe ne jemi dakord, kalojeni. Dhe ju shumë mirë mund ta kishit kaluar, kishit asnjë pengesë, as numrash dhe as pengesë ligjore. Dhe të kishit diskutuar. Ju lutem, nuk u kalua, sepse ju nuk deshët ta kalonit, për të treguar që ne nuk deshëm të miratonim ndihmën që nuk është fare e vërtet, sepse unë nejta vetë thunë mbledhja dhe në cilësinë e kryetares komisionit i relatova këtij këshilli. Zonja Edlira, jeni dakord me tani kthehemi tek pikat këtu. Pasi u mblodhëm me shumicën e nevojshme, ne si komision diskutuam ndonjëherë, sepse ishte diskutuar dhe u ridiskutua ndihma ekonomike për familjet në nevojë brenda fondit limit 6% dhe fondeve të bashkisë për muajin shkurt dhe u kalua kjo pikë. Faleminderit. Dhe ja relatojmë Këshillit. Faleminderit. Komente ose pyetje kemi për pikën 9 të rendititës? Po, thërrite mikrofonin. Po. Me që erdhi pika, po them atë që doja të jam fillim. Përderisa rriten pagat e kryetarisë bashkisë, ato shpërblimet tona që në fakt nuk kemi fare dakord që të rriten shpërblimet tona. Duhet kemi parasysh që ndihmojmë dhe këto familjet në nevojë, se është e turpshme sa paguhen ata. Nëse më lejohet, thjesht të përmend një nga këto familje këtu në relacionin që keni dërguar ju,
Fatbardha Kasmi, familje në nevojë me shumë përfituese në vlerën 57.000 lekë të vjetra. Familja Merita Ahani, 21.000 lekë të vjetra. Pra kjo është e turpshme, rritet rroga e kryetares bashkisë, se ja kemi harru dhe fytyrën, se nuk vjen as mbledhje. Për qa lodhet kjo ka i shumë? Për qa e rrit pagën, do me thënë? Nuk e kuptoj, është e turpshme, mos merret parasysh që familje në nevojë, ju e cilësoni që janë në nevojë shumë, ti mos Zonja Ibra, merrni pjesë në komision, jeni prezent në komision, e keni ngritur zërin në komision? Unë jam në komision tjetër, e kam ndru komisionin. Në komision? Po nuk mendosi do të mua para përgjegjësisë, e kupton? Ju jeni para përgjegjësisë, se ju jeni në pushtet. Ne jemi opozitë dhe vetëm fjalën kemi. Ne vetëm fjalën kemi dhe unë komision nuk jam, mos e kam në komisionin për pamundësi prezence, ama unë nuk jam në atë komision. Me që je kryetare e këshillit, do ta kesh parasysh që unë kalojmë votim. Kush është pro për pikën 9 të renditditës? Me 40 vota pro, miratohet dhe pika 9 e renditditës. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 10 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjata Musaraj. Atëherë dhe pikën 10 ne votuam me shumicë votash dhe ftojmë Këshillin ta miratojë sot. Faleminderit. Faleminderit zonja Musaraj. Merr fjalën Komisioni Barazisë Gjinore, Mirëqenie Sociale dhe Mosdiskriminimit, zonja Edlira Shemsi. Të lutem, thërrite. Komisioni i Çështjeve Sociale, Barazisë Gjinore dhe Kundër Diskriminimit, pasi mori me shumicë prezente në shqyrtim listën e familjeve në nevojë që marrin ndihmë ekonomike për muajin mars 2026 brenda fondit limit 6% dhe të ardhurat bashkisë e kaloi ato me shumicë dhe ja relatojmë Këshillit. Në këtë pikë doja të them ato që në fakt e kam ngritur disa herë, e thash dhe mbledhjen e fundit që kur diskutua pika që u relatua për të kaluar që nuk u kalu për muajin shkurt, që në fakt, duke qenë që dhe sot miratohen prap pagat, tu nuk bëhet asnjë lloj përçapi për të rritur ndihmën ekonomike. Në një vend që në fakt nuk është nxjerr as minimum jetik që duhet të nxirret, por edhe si bashki asnjë lloj iniciative, merret iniciativa për të rritur pagat e administratës, por për të rritur asnjë përqindje ato ndihmën ekonomike të këtyre familjeve në nevojë. Gjithsesi ne kemi kaluar këtë muaj të mars dhe ja relatoj Këshillit. Faleminderit zonja Edlira. Komente, pyetje ka për pikën 10 të renditditës? Nuk ka, kalojmë votim. Me 40 vota pro, miratohet dhe pika 10 e renditditës. Jepet fjala për projektvendimin e pikës 11 Komisionit Rregullor Çështjes Juridike, zonjës Jonjata Musaraj. Atëherë dhe pikën 11 ne miratuam dhe ftojmë Këshillin të japi votën pro. Faleminderit zonja Musaraj. E merr fjalën Komisioni Pronave Publike, Transportit dhe Trafikut Rrugor, zoti Ekuran Markola. Faleminderit. Komisioni i Pronave Publike, pas një sqarimi shtërrues nga përfaqësuesi i bashkisë drejtoresha juridike, e kalojmë për votim në Këshillin Bashkiak. Faleminderit zoti Markola. E merr fjalën Komisioni i Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës, zonja Jonjada Mama. Përshëndetje, edhe komisioni jonë e kaloi me shumicë votash, ftojmë Këshillin ta votojë. Faleminderit. Shumë faleminderit zonja Mamo. Komente, pyetje kemi për pikën 11? Po, Muka? Si që kemi diskutuar edhe në komision, unë kemi dhënë okejin që kjo çështje të trajtohet në Këshill, por me pjesën e refleksioneve që neve kemi paraqitur aty. Miratimi i dhënjes që kërkohet, paktën në pjesën e relacionit, për një sipërfaqe ndërtesë 410 metra katror, ndodhet në zonën katastrale 85-18, rruga Pavarësia, pronë e Bashkisë Durrës, del që kompania zhvilluese ka propozuar që në këmbim të këtyre 410 metrave, të cilat pronarët e tokës, mbi të cilat ngrihet kjo godin,
nuk kanë preferuar që të bëjmë privatizimin. Në bazë të ligjeve në fuqi, i lindë drejta e Bashkisë Durrësit të hynë në një marrëdhënie PPP-je me zhvilluesin dhe me pronarët e tokës. Këtu doja të sqaroja një moment. Fakti që zhvilluesi ka propozuar 432.2 metra katror në këmbim të këtyre 410 metrave, mund të duket si ofertë bujare, por duke pas parasysh kushtet në cilat ndodhemi dhe të drejtën që ligji jep Bashkisë Durrësit, unë do të preferoj, dhe këte e kam ngritur edhe në komision, që në tratativën që do bëhet me zhvilluesin, sipas projekt ligjit, nga ana e Bashkisë Durrësit, në pjesën pasi të ketë marrë lejen e ndërtimit, do thoja len për mendimin tim pjesë për hije dyshimi, për abuzime dhe për gjitha tjerat. Do preferonim, dhe këtë kam sugjeruar, që përqindja të kërkohet që në momentin e parë nga ana e Këshillit Bashkiak. Pra kur ne themi, japim në këmbim, jemi dakord për 410 metrat, dhe neve duam të marrim 1, 2, 3, 5, 10, 7%, 20, 30% të asaj që do zhvillohet nga ana e zhvilluesit, nga ana e ndërtuesit, t'ja kërkonim që në këtë fazë. Natyrisht mund të ketë një vakum ligjor, por pyetja ime edhe për pjesën juridike të bashkisë është që kush është mekanizmi që ne do na garantoj që në momentin e dytë, para pasi të dalë leja ndërtimit, do jemi të sigurt që neve bashkia do marrim atë çfarë na takon. Jemi dakord që 410 metrat ne të shprehet dhe të mos lëvizi, por nuk duhet të kënaqemi me këtë, meqense thash mundësia e ligjit është pa shkelur të drejtat e pronarëve, sepse ato kanë të drejtën e shenjtë që të zhvillojnë pronën e tyre, por edhe bashkia të marri dhe të optimizoj maksimumin e asaj çfarë është kjo pronë, e cila, duhet thënë, është pronë e amortizuar, është pronë e cila ka dalë nga fondi i përdorimit të ndërmarrjes që e zotëron, por nga ana e bashkisë është pronë e bashkisë. Kështu që këtë do kërkoja që neve të ishim më konkret. Pra, vendimi në projekt vendimi që do kalojnë, do t'ishe shprehur që bashkia merr këtë përqindje, dhe kjo duhet ishe trajtuar më përpara. Teknikisht është e zgjidhshme, sepse ne, duke pasur parasysh planin e përgjithshëm vendor, zona ku ndodhet kjo pronë, 410 metra katror, i ka parametrat e përcaktuar, pra duke marrë si minimum këtë zhvillim që propozuesi mund sjelli, neve mund të kërkonim, duke mbajtur gjithmonë presupostin që 410 metrat neve duhet t'i marrim me patjetër, si pronë të re, por kemi mundësinë që të marrim edhe më shumë. Meqense kjo pjesë është e paqartë, unë këtë kam diskutuar edhe në komision, shpreh votën ton kundra kësaj pike që keni sjellë në projekt vendim. Jemi thash për zhvillimin e pronës, jemi që bashkia ta marri, por duhet përcaktuar shumë qartë dhe pastër ky moment. Faleminderit. Faleminderit zoti Muka. Kam ndonjë nga gjente do i përgjigjesh? Atëherë me sa kuptova ishte më shumë propozim se sa pyetje, por gjithsesi referuar projekt vendimi numër 11 në titull përcaktohet që sipërfaqja nuk do të jetë më e vogël se sipërfaqja e objektit dhe do të jetë pjesë e marrëveshjes të lidhur ndërmjet Bashkisë Durrës dhe investitorit. Gjithsesi të jeni të sigurt se Bashkia Durrës, institucioni i bashkisë, do të ushtrojë funksionet e saj në mënyrë maksimizimin e sipërfaqes metra katror të cilët do i kalojnë bashkisë. Është për të theksuar edhe që kjo godin është një truall privat, është jashtë funksionit dhe aktualisht është e pamundur që bashkia të investojë në atë objekt në rast opsioni investim nga ana bashkisë, sepse nuk mund të investojnë në një objekt të vetin me një truall privat. Faleminderit nën kryetar. Kalojmë votim. Të lutem. Jam dakord me ato çfarë thotë nën kryetari, dihet që bashkia nuk ka interes për ta zhvilluar duke pas parasysh që pastaj do hynte në një nuk ka mundësi, por ajo që kërkova është transparenca.
do ishte shumë më transparente ndaj qytetarëve, që ne të shprehnin që në këtë moment kush do ishte në përqindje dhe jo të ulemte evazive që do ngrehet një komision më mbrapa i cili do shkojë. Ky ishte sugjerimi im dhe për të thash deklarova dhe votën. Faleminderit. Faleminderit zoti Muka. Kalojmë komente tjera ka? Nuk. Po, thërite mikrofonin. Po, Markola. Është shumë e qartë ajo që është bërë deri tani nga bashkia. Ne diskutuam në komision që është e pamundur që përqindja të vihet në këtë fazë ku jemi, përqindja përfitimi që mund të marrë bashkia për shkak se nuk ka leje ndërtimi dhe leje ndërtimi mund ta jap bashkia nëse është ndërtesë deri në 6 kate dhe mund ta jap KKR kush i jep leje mbi 6 kate. Kështu që kur të vi momenti dhe faza, ajo është e qartë dhe bashkia do ngrej grup komisionit dhe do kërkoj maksimumin e mundshëm që mund të përfitojë nga ai program. Faleminderit zoti Markola, kalojmë votim. Me 34 vota pro, miratohet dhe 5 kundër. Miratohet dhe pika 11 e rendititës. Për sa i përket pikës 12, Qendra Ekonomike e Arsimit ka paraqitur një informacion mbi procedurën e daljes jashtë përdorimit, tjetërsimit të aktiveve të panevojshme të institucioneve në varësi të saj. Për këtë, relaton shefja e financës e Qendrës Ekonomike të Arsimit, zonja Megi Grami. Ftoj zonjën Grami të marrë fjalën. Përshëndetje, quhem Megi Grami, jam përfaqësuese e Qendrës Ekonomike të Arsimit Durrës. Institucioni jonë ka për fokus pjesën e mirëmbajtjes dhe të administrimit të gjithë institucioneve arsimore parauniversitare, kopshtet, çerdhet, shkolla dhe konviktet. Ideja e informacionit është për të nxjerrë në pa aktive që janë panevojshme, që kanë të gjithë shkollat, të gjitha institucionet. Ne bazohemi te pjesa e dokumentacionit që na sjellin të gjithë drejtuesit e këtyre institucioneve, bëjmë vlerësimi me normat përkatëse, me vitet e vënies në punë dhe titullari i qendrës time ka të drejtë në bazë të legjislacionit fuqi dhe udhëzimit numër 30 të ngrej 2 komisione, Komisionin e vlerësimit dhe Komisionin e nxjerrjes jashtë përdorimit. Të gjithë informacionin e duhur dhe me anën e vlerës financiare ndodhet pranë qendrës ekonomike. Shumë faleminderit zonja Grami, është shumë më qartë. Tani kalojmë në diskutim. E ka kërkuar fjalën për diskutim zoti Ardian Muka. Pyetje. Për pyetjen. Pyetjen që ke thënë për parkimin. Për parkimin, keni sjell një pyetje? Jo, është informacion, thjesht informacion. Ja dash fjalën Mukës për okay, mirë. Okay. Po, Edlir. Me që këtu kemi prezente edhe në kryetarin e bashkisë, unë dua t'i bëj pyetje në lidhje me e keni administruar pyetjen përpara Edlir apo të lutem zbatoni rregullore. Mund mos ma japi tani përgjigjen, por dua të bëj përgjigje, duhet përgatitet edhe në kryetari. Të lutem, po çan këto? Të drejtën e pyetjes ne e kemi. Nëse përgjigja nuk është e mundur të jipet, sigurisht do jipet me shkrim, do jipet me tjetër. Por pyetja qëndron mbi një problematikë që është shumë sensitive, mbi dëmshpërblimin e qytetarëve të përmbytur, të cilët kryesisht në zonën e Ish-Knetës, por edhe në zona të tjera të Durrësit, të cilat u përmbytën 3 herë, që në herën e dytë përmbytja që e goxha e konsiderueshme, dhe ata morën borxhe e kredi për të rregulluar bizneset dhe banesat e tyre dëmtuara, ndërkohë ndodhi përmbytja e tretë, e cila që vërtet për një pjesë banesave po edhe bizneseve të tyre që shkatrimtare, dhe ato ishin në pritje të bonusit që në përmbytjen e dytë, nuk kanë marrë akoma bonusin e përmbytjes së dytë dhe jo më dëmshpërblimin e tanishëm. A ka një listë nga bashkia për këto? Dhe a ka filluar të jipet, dhe nëse kanë filluar të jipen dëmshpërblime në bazë të çfarë prioritetesh? Ju lutem mos lëvizni nga salla. Do të thënë, është bërë një listë dhe janë
dhënë prioritet për familjet që janë në gjendje ekonomike më të dobët të parave, pastaj me radha po gjithë për një herë. Sepse deri tani të gjithë ata qytetarë thonë që nuk kemi marrë asnjë lek nga bashkia si dëmshpërblim për dëmet që psuam nga përmbytjet. Edhe pak një pjesë janë vërtet familje edhe në nevojë. Përgjigjen do ta marrësh herës tjetër. Po, kurse sa për këto të projektit ti që tha zoti Muka, ata e ka bërë kërkesën 4 ditë para tek juve zonja kryetare. Muka. Muka? Në kërkesën time që kam paraqitur me shkrim, doja një informacion nga ana e bashkisë, meqense se nga ana e Këshillit Bashkiak janë aprovuar parkimet me pagesë, si ato në zonat e përcaktuara si parkime të grupuara, ashtu edhe ato në rrugët kryesore të qytetit, si dhe parkimet rezidenciale të shtrirë në gjithë qytetin e Durrësit. Ky projekt vendim është bërë vendim, ka kaluar që në vitin 2024, kur ne e kemi aprovuar, jemi në 2026, dhe pyetja ime është përse akoma nuk ka filluar zbatimi i parkimeve me pagesë në qytetin e Durrësit. Si pika parë, si pika dytë, po në kuadrin e kësaj, kisha parkimi pranë stacionit trenit, ka filluar operimin e tij. Ka disa ankesa, me thënë drejtën, nga ana banorëve, unë jam banor dhe asaj zone aty, për sa i takon tarifimit. Tarifimi është bërë nga ana e bashkisë apo nga ana e investitorit ADF, i cili ka ndihmuar në ndërtimin e asaj. Doja thjesht një informacion dhe për këtë. Faleminderit. Atëherë në lidhje me pyetjen mbi ecurinë e parkingeve publike të miratuar me vendimin Këshillit Bashkiak numër 66 të 25 qershor 2024, ndër të tjera janë miratuar përveç rrugëve me pagesë edhe sheshe destinuar për parkim në rrugë, si dhe zonat e reja destinuar për parkim pagesë në sheshe, sipas 3 sheshe. Referuar shesheve, bashkia pas miratimit të vendimit të Këshillit Bashkiak ka vazhduar me procedurat ligjore të prokurimit publik për vendosjen e trarëve të parkimit nga operator privat licencuar. Aktualisht është përfunduar vendosja e trarëve. Në vazhdim, gjithmonë në lidhje me sheshet, ka përfunduar një material nga grupi punës për një thirrje publike të bankave të nivelit 2 për të ofruar shërbimin e posit, pagesa me kartë bankare. Ka përfunduar thirrja dhe janë paraqitur ofertat nga bankat e nivelit 2 për të përzgjedhur ofertën më të suksesshme dhe më të leverdishme. Në lidhje me parkinget në rrugë, pas miratimit të vendimit të Këshillit Bashkiak, u ngrit një grup pune për të administruar dhe për të vlerësuar numrat e vendparkimeve. Në vitin 2025 është përcaktuar për buxhetin e vitit 2026 një fond për sinjalistikën e vendosjes të vizimeve dhe vendosjes tabelave, ndërkohë ka përfunduar në vitin 2025 sipas procedurave ligjore dhe marrëveshja me 2 operatorë të telefonisë mobile, të cilët do ofrojnë softwarein dhe shërbimin për arktimin e vlerët pagesës së qytetarëve nëpërmjet shërbimit SMS. Kjo është situata aktuale. Jemi në përfundim dhe shumë shpejt do zhvillojmë procedurën e prokurimit për sinjalistikën e nevojshme. Pas miratimit vendimit të Këshillit, vendimi i Këshillit i hap rrugë të gjitha. Marrëveshja me operatorët nuk është e lehtë. Sinjalistika nuk është e lehtë, vendosja e trarëve të parkimit kërkon afatet e veta ligjore dhe në përfundim edhe përzgjedhja e bankës nivelit 2 ka kohën e vet në bazë të legjislacionit fuqi. Po. Faleminderit nën kryetar. Atëherë, për sa i përket parkingit, ndërtesës parkimit publik, janë tarifat cilat janë miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak.
Po. Faleminderit, zoti nën kryetar. Ka kërkuar fjalën për diskutim dhe zoti Jonus Myshketa, po nuk ndodhet në sallë, mungon, përgjigjen e merr herës tjetër. Në postën elektronike të Këshillit, zonja Entela Koja ka paraqitur 5 pyetje, të cilat, siç e tham dhe në fillim të mbledhjes, përgjigjet janë përgatitur nga stafi, nga administrata. Po filloj me leximin e pyetjeve ku nënkryetari do i përgjigjet pyetjeve të bëra prej saj. Përse, pas takimit me kryetaren e bashkisë, ende nuk është paraqitur një zgjidhje konkrete për qytetarët. Vazhdon pyetja 1, ka 4 pyetje brenda. Pse procesi vijon të zhvillohet pa transparencë, duke trajtuar rastet në mënyrë individuale dhe jo në mënyrë të hapur për të gjithë? Si po merret në shqyrtim, në mënyrë institucionale, trajtimi i rasteve ku janë konstatuar gabime, pasaktësi dhe pa rregullsi në projekt dhe cilat janë mekanizmat e përdorur nga bashkia për korrigjimin dhe zgjidhjen e këtyre problematikave? Nënkryetari do t'i përgjigjesh pyetjeve apo t'i lexoj të gjitha? Okej, një nga një. Faleminderit. Referuar pyetjes parë, unë duhet të sqaroj se Bashkia e Durrës ka një rol koordinator dhe gjithashtu pas detyrave të lëna në takimin e zhvilluar edhe me prezencën e kryeministrit, është kërkuar ngritja e grupit ndërinstitucional të punës për vlerësim në objekteve që preken nga zbatimi i projektit TID. Ky grup normalisht përbëhet nga specialistë të fushës dhe në punës nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit Territorit, Agjencia e Zhvillimit Territorit, si dhe Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, kjo e fundit për të vlerësuar siç u diskutuan mbledhjen e monumentet e kulturës. Gjatë kësaj kohe, bashkia ka mbledhur të dhënat dhe ka zhvilluar takime me qytetarët që prek nga ky investim, sepse jo çdo qytetar ka të njëjtat problematika. Çdo dokumentacion është administruar dhe është përditësuar rast pas rasti në bazë ligjit për arkivat. Ky dokumentacion do të shqyrtohet dhe do të plotësohet nëse do jetë të nevojshme nga grupi ndërinstitucional i ngritur dhe në fund të procesit administrativ të shqyrtimit të konkluzionit, grupi të dalë me konkluzionet përkatëse rast pas rasti. Faleminderit. Pyetja 2. Duke qenë se është paraqitur një kërkesë e firmosur nga 75 qytetarë për pezullimin e vendimeve për prishjen e objekteve nga Bashkia e Durrës dhe IMT, pse nuk është marrë ende në shqyrtim kjo kërkesë? Atëherë, referuar pyetjes 2, duhet të sqaroj se nuk është e vërtetë që ka një vendim prishje për këto objekte, ka një Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit pranë Bashkisë Durrës ka vijuar me njoftimin për lirimin vullnetar, por nuk ka një vendim për prishje të objekteve. Faleminderit. Pyetja e 3. Përse pas takimit me kryetaren e bashkisë dhe kryeministrin nuk janë diskutuar me banorët alternativat e propozuara në atë takim? Atëherë, siç u citua edhe në përgjigjen e pyetjes 1, gjatë takimit zhvilluar në datën 14 shkurt 2026, sipas detyrave të lëna nga ky takim, do të administrohen të gjitha kërkesat e banorëve dhe të gjitha institucionet e përfshira në grupin ndërinstitucional të punës do të analizojnë çdo kërkesë dhe shqetësim të parashtruar nga banorët që preken nga zbatimi i projektit TID. Do verifikohet dokumentacioni ligjor i familjeve që posedojnë pronën, por nuk kanë kryer procedurat e regjistrimit pranë ASHK-s. Do rishikohen vlerat e trashëgimisë kulturore sipas raportit të specialistëve përkatës për disa objekte të veçanta dhe do rishikohen dhe vlerat e shpronësimit në përputhje me aktet ligjore në fuqi dhe gjithashtu dhe çështjet që lidhen me strehimin. Jemi akoma në proces. Pyetja 4. Përse nuk po pranohet nisma për ngritjen e një komisioni hetimor dhe pse po ushtrohet presion ndaj anëtarëve që kanë firmosur për këtë nismë me qëllim tërheqjen e tyre? Për këtë pyetje po përgjigjem unë si kryetare e Këshillit. Kërkesa nisma është administruar,
por numri këshilltarëve mbështetës rezulton më i ulët se minimumi i kërkuar nga rregulloria. Pra, 1/4 e këshilltarëve nuk plotësohet. Pyetja 5, kurse pjesa tjetër më duket pak pyetje ushtrohet presion, nuk di si të përgjigjem. Pyetja 5, a keni dijeni si Këshill Bashkiak që nuk keni ushtruar një nga kompetencat themelore për këtë proces, konkretisht miratimin e hapjes së nismës për hartimin e PDV-s për projektin TIG Durrës? Me që është një pyetje për Këshillin, por është më specifik, kërkoj ndihmën e nënkryetarit. Po. Atëherë në lidhje me pyetjen 5, dua t'ju informoj se plani rregullues i zonës që projektet nga zbatimi i projektit TIG nuk është një zonë që ka nevojë për PDV. Gjithashtu dua të theksoj se PDV i paraprin lejes zhvillimit, leje zhvillimi e cila jepet nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, e cila nuk kanë nevojshëm hartimin e PDV-s, po del pasi për çdo leje dalin me një rregullore të veçantë mbas legjislacionit të fuqishëm. Shumë falenderit nënkryetar. Në fakt ka kërkuar dhe zoti Altin Gjogu të marrë pjesë në mbledhjen e sotshme për të diskutuar një problematik, por nuk ka specifikuar sipas rregullores problematikën që administratat përgatitet. Do t'i kthejmë një përgjigje që na administroj problematikën, të përgatitet dhe t'i kthejmë përgjigjen e duhur. Atëherë duke ju falenderuar mbledhjen e deklaroj të mbyllur. Faleminderit.